Përshëndetje, miqtani. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Jeni larg, jeni në një lidhje, por jeni larg me njëri tjetrin. Përse nuk të kërkon ky person? Përse nuk të kërkon? Pra, përse nuk bëhet i gjallë? Përse nuk të kërkon? Dhe çfarë do të bëj ky? Pra, do të bëj diçka të mirë për këtë lidhje? Do të keni kontakt? Ky person është një person shumë i impenjuar. Ka shumë ngarkesë në jetën e tij, në familjen e tij, në pjesën e punës. Është një person që ka shumë influencë në familjen e tij. Letra e diellit më tregon që ky person, vetë ka këto impenjime, këtë familje, këtë ngarkesë në punë, juve ju mendon. Ju ka gjithmonë në mendjen e tij, edhe pse është larg. Letra e diellit dhe ky princi i monedhës më tregon që ky person ka mendime gjithmonë për të ardhur drejt teje, por në këtë moment është pak i izoluar, me mendime negative, me stres, me net pa gjumë, për këto probleme që ka në jetën e tij. Prandaj nuk të kërkon, prandaj do të ri larg jush në këto momente për mos ju sjellë juve shqetësime dhe probleme. Ky do me ju të filloj një kapitull të ri, por ka këto probleme që thamë më përpara. Do të hypi këtij kahit dhe të vi drejt jush me këtë lajm në dorë për të filluar diçka të re midis jush. Kulla e tij është diku që ka pësuar një kërtje, një thyerje, ka probleme në kullën e tij për pjesën e financave, për pjesën ekonomike, dhe tek ky person gjen ekuilibrin. Pra, gjithmonë të ruan, prandaj nuk të kërkon dhe nuk është shumë në kontakt, sepse është një person shumë shpirtëror, shumë familjar dhe shumë i drejtë. Pra, është një person shumë i drejtë. Ka në familjen e tij shumë probleme. Dhe ky është shkaku që ky person nuk të kërkon, pra nuk të shqetëson. Shumë shpejt do të vi një lajm i gëzueshëm nga ky person që do të ndryshojë komplet, pra një transformim komplet këtë gjendje, këtë energji të momentin. Pra, shkaku kryesor që ky person nuk të kërkon është problemi i tij në familje, në punë, me ngarkesat e tija që ka në familje. Pra, është një person i impenjuar në këtë pjesë, por shumë shpejt gjërat do të ndryshojnë midis jush dhe ai do t'ju kërkojë, do t'ju sjellë lajme të gëzueshme. Me kë rezonon kjo histori? Me gërmën I, me gërmën Zh, me gërmën V, me gërmën L, me gërmën K, C, me gërmën Z, me gërmën P, E, me gërmën M, D dhe me gërmën B. Kurse me shenjat mund të rezonoj me Demi, me Luani, me Binjaket, me Peshin, Binjakët, Peshin, Peshoren, me Vigjëreshën, me Akrepin dhe me Ujorin. Gaforen, po marrim dhe Gaforen. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe, një like dhe një thank you poshtë videos për të më suportuar që të bëj video sa më pozitive.